hygjerta jam çudit maksimum. Tani, nën, me fëmijë, e disa raste ka hygjerta që mundohet ta justifikoj veten duke përgënjeshtruar situatën. Edhe pashat zot, unë nuk jam njëri që dua t'i nxjerr pak gjëra, se shembull Beni brëm pasi e mbushi gotën e dytë, edhe kishte ndamje ndë fjalat pije disa gota, unë po, tak, e mora me qeshme kështu nga mbrapa, ja ku shisha verë, se kam lënë te kuzhina. Në rast se dua unë t'i stërmadhoj gjëra. Këta tash t'i qëra, këta kanë, a di shka është problemi? Po. Këta tash t'i kanë posë janë konë mujnë e mjaltit. Dhe tash t'i këta thojnë, hajde duhet me bo dishka, veç me bo dishka. Vetëm me eskalu kohë. Po psikologjike. Po, pra. E po thamë, qëtu ashtën, se po thamë, nuk ka strategji, nuk ka inteligencë, tash mundohen dy qysh me bo zhurmë. Po s'shkon. Tani në strategjinë e kemi. Po zhurmë. Puna është aksioni. Zhurmë. Beni, Gjes. Zhurmë e bo kalaj, strategjia edhe dikun ka ardhë mbrëm minat me atë, se tash i këm u shpërndam fjala? U fut kjo te lavanderia, e mori Klodi, edhe Klodi mashkulli dobët. I thash je labinotin mashkulli dobët, po edhe Klodi, fjala rase, Klodi ja don të mirën Benit, nuk e fut te lavanderia bashkë me labinotin dhe Jaseminin. E kupton ti logjika? Klodi e kështu interesin e vetë. Vetëm interesin e vetë, as si gjë tjetër, nuk i intereson e mira e tjetrit. Nuk mundun pas asaj situate ta marr Benitën, ta fus në lavanderi. Klodi ja ka thy qafën Londrit. Po. Ja ka prish komplet sistemin. Se Londrit ta kishkallzu vetë, që shosin njeri. Këtë ndryshë kështë dalë. Klodi e ka penalizu londrimin, komplet fare. Po din, londrimi këta din, mësë tot. Bele din. Edhe e kanë kuptu, besoj se ja përderisa reagojnë që nuk janë shumë afër njëri me tjetrin. Po, së janë më afër me tjetër dhe shef jave tjetër, sa kanë më konë afër, atë ditë su konë lojë rane. Kur i thoja unë që ja përcilja mesazhin që të tjerët po shohin që Klodi po përdor strategjinë e vetë dhe ty lodrën, londrimin. Po, ja kam thënë me gjithë knajtësi që ta bëj këtë gjë. Anin rega të apet ranë. Okej, vazhdo, ama kjo ishte batut nga ana ti që mos bjerë, kupton? Dje këtu të divanet. A i thoi? Po, i thash unë, si ja përcolla mesazhin. Mesazhat korrekt. Ama i po bënte kinse, fjala, ky po ja lejon ati, dhe jo ai ja bëm pa vullnetin e tij, pa po dijenin e pse tij. s'po vazhdojnë më me njajten? Pse s'o prok që fëso lejimi? Pse s'po vazhdimi njajtë? Pse s'po kërcejnë më? Edhe s'po bëjnë më ashtu? Po. Edhe s'po rrinë afër? Po që ato e shese kanë rajt? Po. Okej. Por populli nuk është, ne kupton. Nuk shërë. Dolla bullizuse. Qa bullizuse? E di. Ja, sa bullizuse. Mu konë bullizim, atër duhet Big Brother më t'i më mshel. Pa. Jo me këtë situatë këtu. Jo, për Big Brother jeton për qësajna për lej TikTok. Jo psikologjia, sa je i fort. Shiko, edhe bullizim nuk është pse. Unë kam drejt Big Brother, 24 orë, qëtu me nejtë ti, që? 24 orë, që? 24 orë, qështu? Hajde. 24 orë, që? 24 orë. Po qysh? Po që kjo është në atër varet se sa i fort. E kjo, më shku kishe në të borë një këtësia me lujtash rolin e bullizimit, për me dalë publik në dalin tonën. Hajde, se publika o pëdalë. Po kur s'kimo benzin, s'kimo municion, hajde ta lujtash ti rolin e bullizimit. Edhe që kur i pash mbra... Që shka po thamë? Po. Po shtërësia ma madhe është me lujtë rolin e bullizimit, se bullizimi është sa në Iran. Iran është, po. Nuk mund të alësh me ta gjëra. Kjo so bullizim, kjo rran. Që shtiresh kjo të bullizim. Manipulacion. Tani edhe ata po e rëndoj situatën këtë. Fëmijat vra desin, e mytin vetë për bullizimi, këta bullizim se... Ta talën me bullizimin. Tani, unë jam e sigur që do këthejnë muhabetin kështu, si shtash mbrëm. Fjala... jemi bullizu për këtë gjë të vegjën, po na bullizojnë këtu. Një njëri që ka trauma bullizimi, nuk shkon t'i bëj ata gjeste të tallet njërë vetë në rrath parë me veten, që mos ju leja hapësirë tjerëve. I kam duart me ujë. Mos fol mo. Një njeri se, bravo, një njeri se ka përvu bullizimin, kur nuk bullizon njerëz? Kur, harraje? Nuk bullizon, po as veten e vetë nuk e tallë për atë situatë, para tjerëve që mos i leje hapësirë. Qashtë, 100%. A guxojmë me dalë për jashtë ajo? Jo. 100%. Dolçe, a do kafe? Se kam bo disa. Okej. Kush ka don, ka tjetër këtu?
Upsi, për pak e derda, rrug. Ma dëpt. Edhe kjo Loj plot ma kapet- soft. Në historinë teme jam 12 vjetë në showbiz. Nuk kam pa. Se unë e kuptoj showbizin. Po pse ti 12 vite në showbiz? 15, jo 15. 15. E ke fjallën vetëm me punën që ke bërë, apo Po, ke me pas vipa. angazhime në televizion? Me vipa, ja, me televizor, s'ka më në punë me televizor. Mendova se ke pasur në televizion punë. Ja, ma, po më kanë në televizor, duhet më kanë tjetë ndryshë, televizor. Për televizor e kim shkurtën. Edhe ajo shumë e mirë, me kënaqur me shkurtën. Po e meqme ashtën. Ama edhe shumë vajzë mirë. Pasë mja dhoni dy tyra, ajo të mytë, sa ashtën inteligent. Edhe s'len. Ju sa, prap, nuk e mban tamam si duhet, di se mbante si duhet. Jo dhemten. Këta janë runë, emocionalisht e runë, ata u bane kështë shok me ta. Unë të Akoma nuk ishte ardhë faza, për diçka të O, qëren, emocionet në Big Brother s'kan shkalipin. Emocionet duhet mi majtë me familje, me njerëzit afer. Kjo biznis, kjo marketing, kjo është strategji, edhe këtu shihet, më thamë, kush është maj fort në kry, e kush është maj dëp. Shiko, ka dhe diçka. Neve këtu ja kemi mësu njëri tjetrit se kur mërzitën vërtet dhe kur nuk mërzitën vërtet. Ata vërtet u mërzitën, po jo në atë nivel. Që me ndërpre. Se shkurta prej në mes situatës, prej në mes ditës, nisi ta shfrytëzoj për mua vete personale. Po ti, a din ti se ka ndodhë Big Brother se i kanë çuar njerëz në spital mental? Po ti dita. Seriozisht, ja sëri. Big Brother e ka historinë për mja të regu popët se sa është njeri fort, sa duron njeri, sa mundet me një debata, çfarë strategji e ka kë. Ç'kjo Big Brother? Big Brother nuk është me arë me fletë. E me 3 dancinga me kalu Big Brother. Big Brother maraton. Sa ofensiv ke hyrë. Maratonit, po sa di shka, se niva i do fjallë s'u kanë pëlqy, edhe i kam thoni që nërë. Cilat fjallë? Po se kishi se Ludu ka hinë shumë agresiv. Po tani kjo është Big Brother, dikush hynë demek qetë, se dikush Ludu ka agresiv, hinë dikush... si labi shumë agresiv. Jo, Ludu ja u ka qelë sytë, se nuk kalot 3 muaj ditë në bazan. Me hongër kos, ma kanë pjedhe tamlin. Kur erdhi java e fundit Mi kanë të hongër mbi... bananat, a? Vetëm ka të nejtë ka të paluet. Ja dhe marim ja vëstitër 20 Po kile ti vetë çdo biznismen në Kosovë, e çdo biznismen në Zvicër, Shqipëri, thuj, a mundesh me arrit të fletë? Lutna. Unë javën e fundit për zotin sikur s'kisha vullnet më të shëndroj këtu, e di pse? Se për shifja nuk po bashkoheshin njerëzit. Jo, se këta qëret. Do me thënë, nuk po bashkoheshin njerëzit. Mos më keq kupton, drejtimi që kjo që po ndodh tani, neve që jena gati një lloj në kuptimin e gjëjes e realizimit gjërave, se cili po bante kokën vete. S'kishte asnjë besim të njëri tjetrit. Tash ka ka probleme. Edhe sikur s'kishte strategji, siç të ti, ishte vetëm për gjëra momentale, jo për gjëra tamam afat mesëm afat gjatë. Konkurenca e forcon biznisin. Po. Këta e kanë kuptu në fillim, në regull, relax, mirë, në të kalu mirë, dancing në shmojt gjatë, 2-3 fjallë në ditë, relax. Vetëm gjëra momentale, afat shkurt. Edhe atërni, normal se qëtësohesh. S'kan faj këta, keni faj jo. Po, pra. Jo keni faj. Mus ma të gjonin fjallë, shkretës. Kur ti s'ki konkurencë, ti flenë, se s'ki, i kimi shtërët e tu, kejtë vinë të ti, s'ki, po kur t'ja njësë konkurenta, atër du të bo kreativ. Këtu këta dështunë, të kreativiteti, s'ka bo kreativ. Sepse, janë konë shumë të sigurët, në loj. Këta kanë kujtu se që kjo të ka bigu. S'ka pas njëri për afat gjatë. Jo, këta kanë kujtu se... A, beson që 7-2 se vinë 3, e lësë zotin i shala janë të fort. Po, pra, të bëtë pak interesante, bët luft të manë kuptimin e fjallë. Pisa bojë të në më pramja, gjëmë së më nërë me fletë. Po që atërë unë e forcona, edhe ma shumë. Ajo, me mujnë e mjallëtit. Hajde pim nga një Prince Cafe, për të kaluar gjithë. Gëzuar bashkëpunimi me Prince Cafe. Faleminderit. Një vjetë e kitë sigurt. Edhe, seriozisht që kanë. Për zotët që kanë. Faleminderit. Jam i bindum se kanë me të morë. Jo. Po, kanë me morë. Së di. E bukur. Njeri shumë inteligent, tash edhe egon e ki kuptu se ta kam suone, e ki lan pak ma onë, që që bo? A, dhe me thënë, së më shep ma atë shumë egos. Ja. Se tash i të funksionu me trum. Po. Kur ti funksionon me ego, ban veç gabime. Po kur funksionon me trum, egon e lenondër, se ego është a i zoni, ata lenondër, funksionon me trum, proaktiv,
Bye bye. Çdo gjë shkon më mirë. Reaktiv, çka ta kam mësu? Edhe ta them drejtën ndiem më qet. Çka ta kam mësu? Reaktiv, Funksionon me pikat, me mendimet, me mendimet kaluar, blimet. me ëndra. Proaktiv, E tanishmja ardhmja. Muhamet Alia ka thonë, une e kam fitu lojën në prezent, në moment. Se kam fitu lojën se jem konë maj fort se ajtë atjertë. Atë u konë... E kanë di momentin, pasionin, ka vepru. George Foreman u konë 10 herë maj fort si Muhamet Alia. 10 herë. Si në fizik, si në boks e kejtë. Edhe fakti reaktiv, proaktiv e bëri diferencën? Po, sepse Muhamet Alia u konë proaktiv. Shka i bjerë proaktiv? E ka provoku me muj, e ka lodhë psikish. A i su konë inteligent, emocional, po konë i fort. I fort, po. Ta shte, që shka ndodhë? Dhe ka rëmë pre. Muhamet Alia edhe George Foreman takohen. Boks. George Foreman e ka hup luftën me Muhamet Alina, din ku? Më thuaj. Në historin e Muhamet Alis a i ka hup, sepse kur ka hija në boks, Muhamet Alia ka lodhë një herë psikish, ti thonë, unë jam maj madhe, ti si kërkushi, ti je lodhë, ti je kështu, ti je kështu, e ka lodhë. Presionet psikologike. Prezentën e Muhamet Alis se ka pos kukush. Po kur prezentën e vete, ka pos atë energjie. Kur ka hija ta në boks, ka ndodhë proaktivi me reaktivin. Ky ka jetu me mendime, o sa më ka lodhë, o shka ka mi bon, o kështu, ka me mytë komplet. Muhamet Alia ka jetu me proaktiv edhe ka rëdzu dikun të mathin rëndë. Dhe tani, situata, Muhamet Ali të në mathin rëndë. dhe reaktiv. Po, të në mathin rëndë, Muhamet Alia u konë të hup me George Foreman. U konë të hup. Po, kjo se ka lënë rahat. Gjeje në një që je duke bërë ti tani. Qysh? Nga ana psikologjike. Po. Që je duke ja përbën 100 herë njëjtën gjë gjithmonë. Po se kuptojnë me këta. Është interesant. Po s'ka gjë, le më mirë mos e kuptojnë, si bëhet parazit ndrua ajo pjesë. Proaktivi. Edhe se kuptojnë që në mënyrë pavullnetshme ti ju ndikon mënyrën e të menduarit. Proaktiv. Ta pron çdo sen vend vet. Reaktiv çkatron. E që kjo është në puna boksit, do është interesant, se unë i përcjelli kështu. Edhe për shembull historinë se e kena Adem Jashari. Adem Jashari konë proaktiv. S'ka jetun tut. Reaktiv u konë Serbi. Kër e ka një emnin e Adem Jasharit, a i ka janë tërheq. Më shumë nga dëgjimi fjalëve se sa... Përta di për shka, sa e ka quv me thot, pse me dekone në dek shok jem? Pse me shkune me liftu kunatina? E Adem Jashari... Që ka vepru gjithë dhe janë nalu. U konë, bam, hadi. Bam, bam, bam. Dhe ta kish pas ajo ushtrinë e fort, së dish halot gjallë. So konë... Ushtrinë e fort, apo? Ushtrit kish pas, ushtrit veten. Apo s'ka pas ai. Ai ka liftu. Mirë sa ta zoom pasaj familjen fisin atje. Po, du me thonë. Unë 100 herë thamë edhe i kam thonë shokën Zitër, Adem Jashari ka fitu luftën në tru, ai s'ka pas shans me arma. Po ju kanë frigu ku e ka ni. Edhe atë luft që e ka bën tru është e bukur se ju a ka përcjell të tjerëve, se gjithë shqiptarët kanë thënë kur ata dhanë gjithë shka për ne, kush jemi ne mos japim asgjë për të. Dhe sa në matë mirë që ka po Adem Jashari është në gëmë. I ka të regu popët qytarë mos u frigoni nga serbës, ata në dëthvaj. Ata në dut 20.000 ushtarë. Edhe kur ta mendosha, luft pa flot, pa pjesën e ajrit, vetëm me këmbë dhe me krahë, ma si gjë tjetër. Po, a ki po shpinë? Unë jam konë 2000, unë jam konë veç me të rajtë, s'kam qef, unë jam konë kër i kam posë ndikon, me thonë, që është 99 në patë kry lufta, 98, 99, unë jam konë dikon 2002-ën. Ajo shpia që e kishin luftën 3 ditë ata, të rrethuar. E që aty unë e kam po farë një energjie, jashtë dhe është veçantë. Po të shafet e kam... Djetë, Po, përbes unë jetoj me energji tina. Përbes. Frika më pëlqenë, se s'ka po... Normal se ta përcjell genetikisht. Gjithë ajo gjaku i gjithë luftetarëve, pushtetarëve përcjellet genetikisht. Çfarë bën? Në mund të kallëzova. Ajo lufta... Janë gjenet tona. Gjaku i tyre. Lufta, kur shoh pak... Jo me atë. Ua, qa bëri. Falë. Jo, ajo nuk është më për të përdër. E qesë, mu leo. Jo, ajo është për mplera. E qesë mu shë. Jo, bëhet e madhe. Bëhet e madhe, gabim. Ajo që është për kuzhinë nuk përdoret në to. Edhe ato. Blemë bateri, hajde. Proaktifi e mytë reaktifin. Këtë shkrujet madhe. Shkruje. Kur ajo në reaktiv, kjo proaktivi vëzë bume. Ajo në tut, atër hinë frikë. E kur ti me ndonë shumë, ti tutësh. Tutësh, pa. Se sa ma shumë si Vetë nga mendimet psikologjike dërzosh. Po normal. Bravo, qëmej.
Sa ja rrok, sa është normal. Bjerë Unë i bateria. di këtë gjëra, po unë s'kisha me Bateria. këtë gjë. Qysh? Po jo. Lufta fitohet proaktiv. Se dia e ke vërit. Edhe që. O batari. Jo! Hajde, mirë, është mirë. Ja shembull, kjo pjesa që ju thoja unë për ushtarët. Dush me bo. Nuk ban akcione, e nale shumë situacione, por, kur je proaktiv, nuk e ban, po e ban. Pavarësisht që shenin vetën e ban. Se dush më konë proaktiv, që shka me bo? Vetëm ka bateri. O, anë kuj pasi qitë. Po çfarë me bë? Mashallah, mashallah. Vetë sa më. Qështu? Kjo është fenomen, një prej fenomenve më të mëjtë të mon histori, me kuptu sa i fort u konë mental Adem Jashari. Këto. Ajo konë. Ajo është. Për mua e njëri shajt. Ju ma shumë si shajt. Edhe thunë shqiptarët, kur shumë maj modhe shqiptarisë, po definitiv me Skënderbeu është Adem Jashari. Po, me Skënderbeu në Adem Po Jashari. normal, Skënderbeu është në histori e veçantë, po Adem Jashari e kena... Të fundit. Të fundit, po dhe e kena përjetu, dhe më thonë e kena... Edhe ka qenë lufta me llojin tjetër, se shembull Azem Hajdari ka qenë brenda vetit. Ku shukon e zemë dhe da? Azem Hajdari, thash. Adem Hajdari. Adem Jashari. Azem Hajdari, i Shqipërisë mëre, që ishte pjesa nga kalimi i komunizmit në kalimin e demokracisë. Aha. Edhe të dy kanë vdekur në vitin e njëjtë. Qështu? Kjo muhabeti që ja bëja unë ushtarëve vazhdimisht, pse ju ja bëja? Sepse që muhabetin që ja bëja muhabetin ushtarëve, ata nisën të largohen. E bëra muhabeti shembull të kushtrimit dësasës, pse po e peshoja unë muhabetin e kushtrimit dësasës, se di, psikologjike është. Ata bëjnë sikur se kuptojnë, bëjnë sikur fjala nuk është ashtu, ama thellë e besojnë, sepse janë emocionalisht të pasigurt. Qështu? Që thoje ti. Po do. Edhe unë këtë gjë e kuptoj ata, sa do që tregojnë fjala si përfaqësisht, si kur kanë vetë besim, momenti që i godit me fjalë vazhdimisht, ju hyn psikologji, shkojnë në mbrëmje reflektojnë se këta gjithë i kanë përdor fjalët. Kjo është inteligjente, kjo i kap gjitha. Dhe sa do që tregojnë me vetë besim para meje, ti gënjen, ti e ke mashtrips të besojnë, thellë brenda vetes kryesorja që ata besojnë. Dhe mu më intereson çfarë do veprojnë. Jo çfarë flasin mu para fytyrës që s'm besojnë. Qashtu. Në unë i shoh veprime që po ndikojnë gjithë. Qashtu. Po dhe? Edhe pjesa e kemi janë ndiku shumë palë. Njëra palë është ndaj Hygertës, persona që ishin afër, pala tjetër është kushtrimi me Sasën dhe pala tjetër është Klodi me lëndrimi. Po kjo grup po dhe najna Nuk llogaritën fare më. Po dhe najna ta është, domethënë, s'ko dert. Si? Po dhe najna e na bota është, për shembull, si këta, me grupe. Jo, e ka fjalën janë ndiku për tu, për çan. Se më të kuptu këtë fjallë? Janë ndiku për tu për çan. Dhe janë ndiku për të bërë të kundërtën, si ju a kemi thënë që s'duhet bëhet kjo, duhet të bëni ndryshe. Domethënë ata ndikohen nga fjalët tona. Kushtimi me Sasën, dhe pedje se si nisën të veprojnë? Kur e peshova unë muhabetin se ku kapën Sasa, kapën e kushtrimit, po të pak të Sasa mos e pezullot që të merret me femra, meru me meshkuj. Qashtu? Sasa ju lëshu labit. Pas ju lëshu labit, ju lëshu edhe kushtrimin labit. E kupton si dua thënë? 100%. Kjo ndodhi tani edhe me Klodin me lëndrimin, fjalët e tuaja, loja ime bashkë me e kësaj shkurtës, edhe unë diku nga gjitha anët. U përplasën nga gjitha anët. Dhe të tjerët, palët, detajet të tjera, që s'janë shumë të angazhuar në luftën e bigut, ishte fjalët. Qofse këta nesër e përmenin bullizimin, këta kanë me mosh shumë minus pika. Shumë. Qofse kanë si strategji. Po mos ju përzit, po a çka dojnë? Jo, unë do i them 2-3 fjalët që ti thash këtu, pak edhe sakt, edhe mbaroj muhabetin, le ta marrë si duan. Unë e di që ka për nxjerr bullizuese maksimum, po nuk është. So bullizim, kallxoj Beloti. Nuk është bullizim. A mundesh të 24 orë bek me të nejtë kështu, diku na? A ki drejt? Po. Fjalët që i kam përdorur, se unë përdora fjalë shumë. A ki drejt? Po. A kam drejt me t'jek të natë shtrati? Po. A kam drejt me nejtë nga të shtratit të ti që? Po. E që kjo Big Brother, sa është një ky i fort, me duru mu? A, na durojmë, valla, na që kena ek. Që na që ora 4 mëngjesit me shku punë. Që na kanë shefi për mi kryje. Ne, se neve në Zvicra, por me na ka forcu. Na durojmë. Sa ma shumë këta që vinë, sa ma shumë forcon. A di pse? Shqiptari, edhe nëse nuk donë, momenti që të dikush që bullizon, ekip, Lëshon. ka me të përkra. Jo, ka me të përkra ty.
Dje ata që kanë bëjë shto. Dje që kanë bëjë shto. Amo labi, shta du të me hek të pikreje. Kush mundet ty me të bëllë zubër, po shka i ka fjole. Dje që kanë bëjë shto? Sa, beja, O, baloj, dje që toni sen. O, si ninja. Ha? Arusha! Që përnë? Dje që të që kanë bëjë me mu. Dje. Që une, që une po shë vetë, spektator. Që ka bo, pësa s'ka bo, bëllo? Po, bes po kupton ti. Jo, nisi ta... E di pse s'ndodhi gjë mbrëm? Sem konone. Sepse e parandalova. Sem konone. Jo, e parandalova. Jo, më qartë. Nuk kupton, shive ky sa ja bën shefin vetës, në stop, kjo dhe kur s'është ja bën shefin vetës. Apo vetëm ta përmendoj. E parandalova situatën, që mos eskalonte, se po t'isha une, që më intereson vetëm drama, do e lejoja që të vazhdonte. E parandalova situatën. A mu i me vazhdu tash? Anderës. Jo, a mu i me Natën e vazhdu? mirë qash. Une, si spektator i televizionit, po ta shifsha këto, edhe këtë spektakl, që pe bojnë dykujt që se du iq, fare, që e kam i natë, ati me kisha që vota çdo ditë. Vetëm që e bëllëzdojnë, vetëm që e bojnë, Po. që, a kupton, shqiptari është që shdojt. Po ta të regoj, unë e kom dimu... Që është shqiptari? Shqiptari është që shdojt. Kur ta shojnë Ndimon? 20 veta, që e ngucin njonin, Nasëm të jëmut 20 veta. s'po kupton, bre, jo ti, Po? ku janë kundër karet, kundër njonit. Nuk besaj. Nuk besaj. Nuk besaj. Nuk jetë kuptur. Kjo po thotë se qofse 20 vete ngu të njone qaj, është për shembull, e na të fol për Big Brother, të fol jashtë Big Brother. Pikërisht për Big Brother, bravo. Shife, unë e kam vërit tendencë këtu. Mundohet këtu disa të bëj një person viktim. Shembull, në fillimet mundoshin Elionën ta bëni viktimën e shtëpisë. Po Eliona është vetë tipi që shan, ofendon edhe bën. Po në rregull, na më S'ka gjë. të folje. Le ta dëgjoje. Se unë këtë e kam thënë sy. Kjo menimin e vetë. Ama vetë është ajo tipi që futet, ngacmon, ofendon, shan edhe e para. Kjo mos i bateria, Nuk mund bësh viktim falc. Ose s'u disha ku je, valla. Kurse s'po të ngacmon asnjëri. Unë nuk jam shtu se ti qofse thosh nejse, nuk jam çfarë. Se njerëzit janë ndodhur me kësaj sene. Po, pra, tani puna është strategji me u motivu njerëzit si me e përballu jetën. Jo duke qenë viktim, pasiv, aktiv, proaktiv, si qëtoje ti. Nuk luftojt jeta pasiv. Që kjo tamam është manipulim. Viktimi është manipulim. Fiks manipulim. Manipulim. Bullizimi është në far aspekti t'i fitoj njerëzit miqtin gjina. Pa. Por ki bullizim tron, ajo është për më respektut. Shka do për shembull ne për shkolla. Problemi më i madh në shkolla në botë o bullizimi. Fëmijat se... Puna e gjinis, puna e kombit, puna e ngjyrës, puna e veshjes, puna financiare. Nashta pak o maj edhe po. Shneti. Po, ngëm. Bullizimi janë nisën në shkolla, ata shkojnë për ditë. Pisa bojë të në problem. A, teni, unë, këta që përshamë, unë shkoj me labin shkollë. Edhe unë e nguci labin dikun ku e preki. Po, ajo shkon proces dikun 3-6 muj, edhe kjo bje knockout, edhe ajo bullizim. Ajo është bullizim. Afatgjatësi. Po jo këtu me 2-3 ditë me një javë. Big Brother nuk ekziston fjala bullizim. Këta kanë, kjo është në manipulim. Qaj se vjenë, thot, jam të bullizum Big Brother, me më mu du të me dalë për këtu, me shku në shpejt. Banor, të gjithë në dhomën e tejes. Pa jemi. Banor, të gjithë Po çka mi bëu ata që po flenë vëlla, ata Ka pjaneca. në një lajmë, ndoshta.